Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi në Kalan e Tiranës dhe do të vizitojmë dyqanin më të ri të Italoptik. Romina, suksese për pikën më të re të Italoptik. Pika e disat është kjo? Faleminderit Afina, kjo është pika jone e tretë dhe është pozicionuar pikërisht më në qendër, më në zemër të Tiranës, në një nga pikat më historike te Kalaja e Tiranës. Produktet fake u bë shumë vite që janë një problem shumë i madh dhe sidomos në sektorin tonë. Do t'i rekomandoja të gjithë ndjekësit e faqes tuaj që në radhë parë do ishte mirë që për sa i përket faqeve online të jenë shumë kujdesshëm në blerjet e tyre. 99% e produktit që shitet në faqet online janë pothuajse të gjitha produkte fallse. E parë që duhet blerë nga të gjithë, duhet jetë një syze dielli e zezë. Tendencat në këtë kohë janë ku edhe skeleti i syzet edhe lentja janë të hapura me ngjyra pastel. Pra ku edhe lentja është e verdhe hapur, portokalli e hapur, roze hapur, e cila mund të mbahet shumë mirë edhe në ambiente të jashtme, por edhe natën në ambiente të brendshme. Gratë kanë qejf që syzet e tyre të kenë detaje të këndshme, të jenë syze ekstravagante, të bien në sy. Burrat në natyrë janë pak më thjeshtë, duan syze përgjithsisht që të jenë sa më të lehta.